me 4 pikë, dhe hap pas hapi, me gjithë problematikën që ka pas Partizani, me dëmtimet, edhe në shumë ndeshje dhe ndrimi i informacionit, pra çdo ndeshja e studionte, dhe po të fokusohemi tek ndeshja me Dinamon, e studioi shumë mirë, dhe bëri një ndeshje të përkryer në çdo repart, në çdo pozicion, dhe arriti të marrë 3 pikshin e vlefshëm. Pse e ka Dinamo të vështirë për Final Four, e ka shumë sepse kemi një Partizan që nuk gabon më, kemi një Partizan që po bëhet shumë solid, kemi një Partizan që po i rikthehen dhe ato nga infermieria, të mbaroj dhe kjo periudhë e agjinimit, dhe mendoj që Partizani do jetë akoma më... Edhe agjerimin edhe i të tjerë dhe radhë. Jo, nuk e kam kjo pjesë, po sepse dhe ajo ndikon në pjesën e saj. Ndërsa po të shikojmë, themi që Partizani ka ardhur nga ndeshja në ndeshje, duke rritur performancën e saj, dhe jo pa qëllim është aty. Dhe Dinamo dhe ketë shumë vështirë, sepse me drejtë e tha profesori që ka një ndeshje në Shkodër, dhe Shkodra është pretendent dhe është një ekip goxha solid, dhe në futboll gjitha ndodhin, ndërsa po të fokusohemi... Po dhe Partizani, lunë Durrës, nuk janë ndeshje